Përshëndetje të nderuar miq, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po takohemi sërish në kanalin Monitor TV për të sjellur tek ju lajmet më të fundit. Ndoshta po bëhem pak i tepërt, me thënë drejtën, me këtë Eglin dhe Gjestin, sepse po i komentoj gati çdo ditë, ka dhe artistë të tjerë dhe artistët e tjerë po punojnë shumë projekte të bukura, por janë shumë komente që unë duhet t'ju kthej një përgjigje, t'jem koherent me të gjithë ju. Në shumë komente po lexoj pikërisht tek videoja që unë kam postuar me Fifin edhe me Eglin për marrëdhënien e tyre, lexoj që a janë ndar Egli dhe Gjesti. Egli dhe Gjesti me patjetër që nuk janë ndar, por edhe në një lidhje maramëndëse nuk janë. Do me thënë të jemi të sinqert. Janë në një marrëdhënie që kanë balans, kjo gjë u konfirmua dhe nga Gjesti, që do me thënë grinden, herë janë mirë, herë si janë mirë, herë pozitive, herë negativ, do me thënë si çdo marrëdhënie që ka, sepse në këtë çiftin gjithmonë ka qenë problematike egoja. Do me thënë që të dy kanë ego shumë të zhvilluar, Egli është shumë kokfort, Egli nuk fal, Egli nuk lëshon pe, edhe pse në shumë raste Egli ka qenë ajo e përgjëruara në këtë drejtim që ka lëshuar pe më shumë se gjithçka. Në anën tjetër, Gjesti ka botë krejtësisht të ndryshe, ka shumë ëndra, ka shumë aktivitete, ka shumë punë, dhe tani ato të dy përzgjedhin që të jenë të fokusuar shumë tek puna, por me patjetër që kanë edhe një komunikim së bashku. Unë jam shumë i bindur që Egli ka qenë në apartamentin e Gjestit në Prishtinë, për këtë jam shumë i bindur, dhe normalisht që kanë ikur së bashku me Fifin, ka ikur vetë, pak rëndësi ka kjo. Natën e mbrëmshme ju e dini që Gjesti ka qenë në një koncert, dhe aty gocat i thonin për Eglin Eksi. Eksi është dashnoria e kaluar, ajo dashnoria që ti e ke patur më herët. Gjesti me shumë disponim dhe me shumë energji të bukur tha që Egli nuk është Eksi im. Që kjo nënkupton që Gjesti dhe Egli vazhdojnë të kenë një marrëdhënie, vazhdojnë të kenë një afrimitet, vazhdojnë të kenë një bisedë, vazhdojnë të kenë një formë komunikimi. Dhe vetëm mënyra që ato po bëjnë lëvizjet bashk, do me thënë edhe tek videoklipet, tek këngët, ato përsëri po i nxjerrin në afat kohor të njëjtë. Unë këtë gjë e kam thënë edhe më herët që Egli, Gjesti, Fifi do t'i nxjerrin të tre këngët për një javë. Në afatin kohor të njëjtë, tani si dalin këngët? E nxjerrën Egli e para, më falni, më pas vazhdon Gjesti i dyti, dhe do e nxjerrën Fifi e treta. Do me thënë, këtu ka një lloj komunikimi, këtu ka një lloj bashkëpunimi. Por, te pjesa e dashurisë, tani do flasim për ato emocione që ne i kemi parë, për ato emocione që ne i shohim. Gjesti, duke që e don dhe e ndjen Eglin në shpirt, se sa, do me thënë, ato të dy kanë ndarë një periudhë të gjatë së bashku. Për ne mund të duket shumë pak 3 muaj, por për ato 3 muaj është 3 vjet aty brenda, pa telefon, pa televizor, pa asnjë lloj kontakti jashtë. Dhe do shpirti jot fillon krijon lidhshmëri me këtë personin. Do të thënë merrni vetë ju shembull, sa më gjatë të flisni me një njeri, aq më gjatë lidheni me të. Dhe filloni krijoni besimi, filloni krijoni emocione dhe fillon ndërtohet një lloj ure dashurie. Dhe për këtë gjë unë jam shumë i bindur që Gjesti dhe Egli janë bashk, po ndërtojnë lidhjen e tyre bashk dhe po bëjnë dashurinë e tyre bashk. Po ku qëndron sekreti që ato nuk bëjnë asnjë lëvizje, nuk bëjnë foto, nuk bëjnë lajka, duan të mbajnë këtë misionin e tyre në pikpyetje, duan ta kenë publikun gjithmonë për vete. Kjo është forma e marketingut të tyre, sepse po të mos ishin bashk, ato nuk do të bënin lëvizje të njëjta. Për shembull, do të marrim shembull Meritonin dhe Ilnisën, një çift që ka qenë së bashku, por tani nuk është më bashkë. Kanë lëvizje krejtësisht të ndryshme. Meritoni bën krejt jetën e vet, Ilnisa bën krejt jetën e vet, nuk i lidh asnjë gjë, ndërsa këtu ka një lloj emocioni dhe unë jam shumë i bindur që ekskluzivitetin e tyre ato do ta lënë për në Top Channel. Se me patjetër që do të jenë të ftuar në një emision në Top Channel që të dy të flasin për eksperiencën e tyre
Për shembull Egli akoma nuk ka dalë në media të fletë se çfarë ka ndodhur me të pas Big Brotherit, si është ndeshur ajo me shoqërinë, si është ndeshur ajo me familjen, si ka nisur me projekte, me kë ka bashkëpunuar, më thënë akoma nuk i ka thënë këto gjëra në asnjë mënyrë. Dhe me patjetër që çifti do del do flet për marrëdhënien e tyre. Që janë bashkë, këtë e konfirmon dhe Fifi, këtë e konfirmojnë dhe njerëzit e tyre më të afërt, për shembull Albosi në këtë rast, e konfirmon dhe shoqëria e tyre me lëvizjet në rrjetet sociale. Do thënë çifti është i konfirmuar që është bashkë, do thënë që kanë komunikim, që kanë afrimitet, ato ndoshta mund të kenë përzgjedhur që të mbeten edhe miq, të kenë një lloj afrimiteti, ndoshta nuk duan këtë gjë ta çojnë në martesë, nuk duan këtë gjë ta çojnë në dashuri, por që ka një komunikim dhe që nuk ka hidhërim në mes të tyre. Kjo është më së vërtet. Tani nga komunikimi lindën gjithçka. Normal që Egli nuk e sheh Gjestin si shok, normal që Gjesti nuk e sheh Eglin si shoqe, sepse kur vinte puna e xhelozisë, Gjesti për shembull bëheshte më xheloz se sa bëheshte Jozi për Loredanën, Gjesti për Eglin, dhe këtu nuk ka pikë më për shoqëri. Domethënë ne mund të amencojmë gjithçka, me patjetër që çifti është bashkë, por thjesht forma e marketingut që ato kanë përzgjedhur ta bëjnë, që jam shumë i bindur që nuk do të zjatën shumë, e bën këtë çift që të jetë më shumë në qendër të vëmendjes, e bën publikun më kureshtar, e bën publikun të interesohet më shumë, sepse ne si publik duam të dim atë që ne nuk e shohim. Se në qoftë se ne e shohim një diçka, ne nuk duam ta dim. E kemi parë, jemi në rregull, aty mbaron e gjitha dhe nuk interesohemi për këtë pjesën më. Si është interesi jon më i madh? Interesi jon më i madh edhe kureshtja jon më e madhe është që ne të futemi përtej saj. Për shembull, ne hulumtojmë, po të futemi ne në rrjetet sociale, ne hulumtojmë të shohim çfarë ka përtej botës. Që me thënë, Zoti na ka dhënë një lloj mundësie që ne të jemi vetëm në këtë univers dhe të kemi kaq shikim sa ne kemi, të kemi kaq mend sa ne kemi, por kureshtja e njeriut, jo shqiptar flas në botë, është të di përtej saj. Dhe ky është sekreti që Egli dhe Gjesti kanë arritur ta zbulojnë së bashku me menaxherët, sepse ndoshta edhe Egli ndihet keq, sepse Egli në këtë rast ka qenë pak më koherente. Unë mbaj mend natën e parë kur ato ikën në after party, Egli ishte ajo që nxori foto me Gjestin në Instagram. Domethënë Egli dëshironte ta tregon jetën, dëshironte ta tregon privatësinë e saj. Por siç duket, domethënë është forma që është përzgjedhur që Egli dhe Gjesti të jenë më shumë të komentuar, dhe si do jenë ato më të komentuar, domethënë si e mban Egli dhe Gjesti ekranin aktiv, e mban duke qenë shumë pak prezent në jetën e tyre private. Domethënë, pothuajse nuk janë fare, se për shembull, po të mos ishin bashkë ato të dy, Egli do të ishte shumë aktive për jetën e saj private se ka qenë dhe më herët. Domethënë, thjesht Egli porin nën besën e Gjestit, porin të dy në të njëjtën strofull, si me thonë, edhe veprojnë në të njëjtën formë. Dhe kjo është, këto lëvizjet e vogla, që unë e kam thënë gjithmonë e bin gjën e madhe, tregojnë që çifti është bashkë dhe po punojnë për të sjellë projekte, për të qenë në qendër të vëmendjes dhe për të marrë zemrën e publikut sa më shumë.